Gjatë ditëve të zhvillimit të konferencës Shkenca dhe Inovacioni për zhvillim të qëndrueshëm në Gjirokastër, drejtuesit e Universitetit e Qerem Çabej zhvilluan një takim me përfaqësues të universiteteve partnere nga Europa dhe Azia. Rektori Hucana ka kërkuar zgjerimin e bashkëpunimit në vijim. Me kënaqësi kam vërej që ne pavarësisht se takojmë përsëri, jemi takuar edhe herë tjetër, tashmë jemi bërë dhe miq të vjetër dhe bashkëpunimi jon ka qenë në nivele të kënaqshme. Por mendoj se kemi ende vend për të bashkëpunuar. Ne tashmë po bashkëpunojmë me Universitetin Torgush Mores në Rumani, me Universitetin e Leçës tashmë kemi një bashkëpunim që është shembull në tradrejtimet, ku kemi dhe një program të përbashkët studimi në bachelor në fushën në fakultetit ekonomik, qërtë cilat ne duhet i shtrim dhe me universitetet të tjera. Nga të pranishmit u diskutua mbi mundësinë për zgjerimin e bashkëpunimit në fushën e kërkimit shkencor, mobilitetit akademik dhe projekteve të përbashkëta, duke forcuar më tej lidhjet mes institucioneve. Ideja është të promovohet mësimi i gjuhës shqipe në universitetin tonë dhe mësimi i gjuhës kineze në Universitetin e Qerem Çabej në Gjirokastër. Dhe gjithashtu të kemi kërkim shkencor të përbashkët, të kemi shkëmbim profesorësh, shkëmbim studentësh dhe mundësisht në një moment të dytë të kemi edhe diplomatë të përbashkëta. Kështu shpresojmë që ky bashkëpunim të ecë mbar dhe të jetë reciprokisht i dobishëm. Vin nga Universiteti Dimitrie Cantemir në Rumani dhe ne bashkëpunoj me universitetin tuaj që nga viti i kaluar. Vitin e kaluar organizuam një konferencë bashku dhe jemi të gëzuar që jemi këtu. Është shumë e rëndësishme të jemi pjesë e ndryshimeve dhe në këtë kohë kur inteligjenca artificiale, ndryshimet demografike dhe zhvillimi qëndrueshëm janë disa probleme për të gjithë ne, është e rëndësishme të qëndrojmë pranë universiteteve të tjera dhe të ndajmë përvojën tonë dhe të dimë rreth drejtimit se ku po shkojmë. Shpresojmë të bashkëpunojmë për programe edukative. Ne kemi gjithashtu turizëm, mjeksi, ekonomi, psikologji dhe dëshirojmë të bashkëpunojmë me universitetin tuaj. Jam nga Universiteti Salentos, i cili në fakt në vija ajrore nuk është larg nga këtu. Ne kemi bashkëpunuar me Universitetin e Gjirokastërës për shumë vite, në shumë nivele dhe në shumë fusha. Shqipëria në përgjithësi po bëhet shumë e rëndësishme. Gjithashtu e dini, në Europë, në Itali dhe ne jemi të lumtur që bashkëpunojmë, të vazhdojmë të bashkëpunojmë në shumë nivele të ndryshme, e madje edhe në nivele që as nuk mund t'i mendojmë për momentin. Por ne jemi gjithmonë të gatshëm të ulumtojmë mundësitë. Tashmë po bëjmë diçka me ekonominë dhe turizmin, gjuhët dhe fusha të tjera. Universiteti i Gjirokastrës ka nënshkruar rreth 100 marrëveshje kuadër me universitete të huaj, prej të cilave 50 janë aktive në fusha të ndryshme, kryesisht me Italinë, Spanjën, Greqinë, Poloninë, Portugalinë, Amerikën.